Ja se çfarë i ndodh stomakut, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni 3 hurma arabe çdo ditë për një muaj. Ju mbase nuk e dini disa fakte për hurmat arabis, përveç se janë shumë të shijshme dhe të pasura me shumë vlera ushqyese. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i tyre. Ato janë shumë ushqyese. Hurmat arabis janë shumë ushqyese dhe të pasura me mangan, magnez, fiber, vitaminë B6. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur ju hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabis bën shumë mirë kundër kapslëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë, si dhe është një nga produktet më të mira në trajtimin e hemoroideve. Është një qetësuese efektive kundër dhimbjeve. Hurmat arabis përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur për përbërësit e tij anti-inflamator. Si të tilla janë efektet kundërgjintjes dhe dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ato janë efektive në reduktimin e inflamacioneve arteriale dhe si rezultat reduktojnë riskun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzana duhet të konsumojnë hurma arabe. Është e vërtetë se hurmat arabis janë shumë të përdorshme për gratë gjatë shtatzanisë, por ato që duan të humbasin në peshë si dhe të kenë një proces më të mirë të lindjes. Kjo është treguar si një nga studime shkencore që ka marrë në testim 69 gra dhe ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë patur një proces të lindjes me sa më pak dhimbje, duke i cilësuar kështu hurmat arabis një përzgjedhje të mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Hurmat arabis janë efektive për rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe për të parandaluar gjithashtu edhe goditjet. Presioni i lartë i gjakut mund të rregullohet kur ju hani hurma arabie, pasi ato përmbajnë nivele shumë të mira të magnezit. Kaliumi gjithashtu do ju ndihmojë të rregulloni edhe nivelin e elementeve ushqyes. Ato përmbajnë edhe nivele të mira të magnezit. Kaliumi ndihmon në lehtësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kështu që janë thelbësore për shëndetin e zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë në parandalimin e rrezikut të goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis ndihmojnë gjithashtu në funksionet më të mira të shëndetit tuaj të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon trurin të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabis janë më të pasura me vitamina të cilat ndihmojnë për të përmirësuar memorien, funksionet njohëse, përqendrimin, gjithashtu edhe rritjen e niveleve të fokusimit. Hurmat konsiderohen si një minjer e vërtet e vitaminave, pasi ato përmbajnë nivele të mira të kalciumit, hekurit, magnezit, sidomos sodiumit, squforit, klorit, vitaminës A, vitaminës B1, B2 dhe vitaminës D, duke i kthyer ato në një produkt mjaft të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Ja arsyet pse duhet të konsumoni hurma arabie vazhdimisht në dietën tuaj. Ato do të forcojnë gjithashtu mëlçinë dhe do të përmirësojnë aftësinë e saj detoksifikuese. Do të forcojnë gjithashtu edhe muskujt tuaj. Luftojnë gjithashtu probleme nervore, depresionin, përmirësojnë punën e gjendrave të tiroides dhe të enëve të gjakut, zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë problemin e sekrecioneve. Hurmat arabis freskojnë zorën dhe i mbrojnë ato kundër problemeve të infarktit, pastrojnë veshkat dhe normalizojnë edhe urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë një ushqim shumë i mirë si për të vegjëlit, gjithashtu edhe për të rriturit. Hurmat përmbajnë sheqerna natyrore të cilat thithen dhe treten me lehtë, kështu ato me siguri janë dobi prurse për stomakun dhe zorrët. Gjithashtu lëngu i hurmave i përzier me qumësht është shumë i dobishëm, me vlera të shumta rregulluese ushqyese si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit. Kështu që konsumi i këtij fruti në dietën tuaj do të përkthehet në një aleat të vërtetë të mbrojtjes së organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hurmat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve.
Ju mbase nuk e dini, por hurmat arabisë përveç se janë të shijshme, ofrojnë ndikime pozitive në shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve. Sistemi tretës përmirësohet kur ju konsumoni hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato janë një përzgjedhje efektive kundër problemeve të dobësimit, gjithashtu problemeve të fryrjeve, kazërave, kapsllokut dhe barkëqitjes. Sasia e lartë e fibrave që gjendet te këto garanton këtë, si dhe përdoren gjithashtu si një trajtues shumë i mirë kundër problemeve të hemoroideve. Hurmat arabis janë një qetësues shumë i mirë i dhimbjeve. Hurmat arabis përmbajnë nivele shumë të mira të magnezit, i cili është thelbësor edhe si përbërës anti-inflamator. Si të tilla janë efektive kundër entjes, dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe i rezultat reduktojnë riskun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër, duke i bërë ato një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë gjithashtu se dieta juaj e pasur me këtë frut mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në reduktimin e komplikacioneve. Hurmat arabis do të ndihmojnë dhe janë efektive për rregullimin e presionit të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur konsumoni hurma arabie, pasi ato përmbajnë nivele të mira të magnezit, kaliumit dhe ndihmojnë për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu shumë i mirë për të parandaluar riskun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis do të ndihmojnë në funksionet më të mira të shëndetit tuaj të trurit dhe jo vetëm. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ju. Është provuar sipas studimeve që konsumi i hurmave në sasinë e rregullt ditore mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë në rregullimin e funksioneve e efekteve të trurit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat arabis janë të pasura me vitamina që ndihmojnë në përmirësimin e memorjes, funksionet njohëse, përqendrimin dhe fokusin. Hurmat konsiderohen gjithashtu miniera e vërtetë e vitaminave dhe mineraleve shumë të rëndësishme, pasi ajo do të ofrojë nivele shumë të mira gjithashtu edhe të elementeve të hekurit, kalciumit, sodiumit, squfurit, klorit, vitaminës A, B1, B2 dhe vitaminës D, duke i përkthyer ato në element të rëndësishëm ushqyes në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Hurmat arabis mund të shtohen pa frikë në dietën tuaj, por gjithmonë në sasinë e rekomanduar sipas ekspertëve. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme dhe parandaluese ndaj ndikimit të radikaleve të lira. Ekspertët shtojnë hurmat arabis si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet kryesore nga ky frut, sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Kështu, brenda normës së rekomanduar ushqyese do të jenë një aleat i vlefshëm për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat janë një frut që mund të kombinohen shumë lehtë në dietën tuaj dhe ndikimi që ka në shëndet do të jetë i menjëhershëm. Sa herë që vizitoni një familje, kryesisht edhe ato besimtare, me siguri që do të hasni edhe këtë frut. Pothuajse të gjithë personat e kanë shtuar së fundmi në dietën e tyre këtë frut të veçantë, i cili gjithashtu mund t'jap përfitime mjaft të mira ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. A i dini se për çdo 16 gram hurma do të plotësoni 318 kalori, gjithashtu kundrejt 315 kalorive që ka në 100 gram mjalë. Në një përmbajtje të tillë do të ofroni vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme në aktivitetet tuaja ditore edhe në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Hurmat janë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në rastet e dietave tuaja dhe konsumi i tyre brenda normës së lejuar do të përkthehet në një aleate të mirë të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.